Gjatë takimeve të rem ka rastisë me taku shumë qytetarë, edhe ndër pyetjet kryesore, ndër hallet e tyre është zhvillimi ekonomik, papunësia dhe vendet e reja të punës. Besoj që ka me pas besimin e qytetarëve, sidomos qytetarëve të Prishtinës, në të cilët më njohin, edhe qytetarëve anë e banë Kosovës, të Gollakut, të Llapit, sidomos e vijnë prej asaj anës. Me besimin e tyre, besoj që do të jam edhe zëri i tyre. Prioriteti kryesor është zhvillimi ekonomik dhe hapja e vendeve të reja të punës dhe afërsia me qytetarët. Do të jem i afër si s'kam qenë më herët me ta, edhe ata mund të komunikojnë me mua numrat e telefonit dhe në rrjetet sociale, të cilët gjatë kësaj kohe fushate jemi në kontakt përditshëm. Për Partinë Demokratike të Kosovës nuk kemi shumë çfarë me folë, se e ka dëshmuar me punë në qeveritë e kaluara, me një buxhet paktet në të cilën e ka pasur, afër 800.000 deri 1 miliard, e ka dëshmuar shumë me punët që i ka realizuar, me autostrada, shkolla, me investime kapitale. Kurse në qeveri janë fjalë dhe qeveri janë detyrë, ka pas bagje buxhet madh, afër 6 miliard për vjet, dhe siç shihet, edhe besoj siç e shihni edhe ju, nuk e di që e ka bënë punë madhore deri tash.